përgjithësinë, sepse edhe Partia Demokratike e Kosovës kemi një minus rreth 40.000 vota plus minus, se diaspora mund të ndryshoj. Dhe kemi edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës për kundër bashkimit të forcat që ka bo me zonjën Osmani, prap kemi një numër të votat të cilet kanë rënë përjashtor në këtë rast, aleancën e cila ka arrit ta stabilizoj numrin, sepse në zgjedhjet politike, rëndësishëm mandatet ndahen me përsindje. Por realisht, fuqësia elektorale është me numrin e votave. Fuqësia reale dhe Aleanca për Admiralinë e Kosovës, ose veç Aleanca tash, ka arrit që ta mbaj stabilitetin e vetë, edhe të numri dhe ta ngrit përsindjen për shkak të pjesëmarrjes më të ulët në zgjedhje. Këtu në këtë rast, është interesant të thuhet se lëvizja vetëvendosje i ka rujt pozicionet e veta politike në nivelin qendror dhe në komunat në të cilat qeveris në nivelin lokal. Në fakt ka dole para në gjitha komunat. Jo në gjitha. Jo në gjitha, mirë po në komunat. Kemi dy përjashtime. Përjashtimi i parë ka të bëjë me Malisheven, kur fuqia e Zotit Lima e ka bërë më shumë se PDK të rikthehet pas 15 vite e para, dhe i Stogun, që pas një kohë gjatë rikthehet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra këto janë dy pozicionet e vetme të cilat niveli lokal ka kontribuar në zgjedhjen e nivelit qendror.